as shkolla, as spitale. Duam vetëm rrugë të shkojmë të njëri tjetri, të shkojmë të gjallët, por edhe të vdekurit. E duam këtë që të mbaroj pa vdekur ne, si që tha zotin amik, të futet në buxhetin e vitit 2026. Le të kujtojmë pushtetarëve lokal dhe qendror, të gjithve kush është krahina e Shullërit. Kjo është krahina e Cane Miftarit, Hamit Lumit, Zoto Mamutit, Tartar Memushit, Haxhi Hoxhës, Selam Hasanit, Zaçe Xhelos, Zigur Lelos e tjerë. Kjo krahin ka pritur Ismail Qemalin. Kjo krahin ka prit Luiç Gurakuqin. Halim Xhelua ka qenë mësuesi i parë në matologjinë në shkollë. Është krahin e komandave dhe spitaleve të luftës, e shpellave, e kalave, e mozaikëve të lashtë, e ujit kristalt, e mbështetur me krenari në 2 male, Tartar dhe Çipin. Është krahin që ka të paktën 1500 familje që jetojnë këtu, edhe në gjithë Shqipërinë. Është e resurse ekonomike. Blegtori kjo krahin arriti 40.000 krerë kur ki ishte e banuar nga njerëzit. Ka toka pjellore. Dhe mbi të gjitha ka resurse turistike. Nuk mund të krahasosh këtë krahin me asnjë tjetër në Vlorë. As me Bolen, Vranisht, Tërbaç, Sevaster, Amonic, Treblov, Vllahin, Llakatund, Myzeqe e tjerë, të cilat kanë rrugë të asfaltura. Ne jemi krenar për rrugën e lumit të Vlorës. Po, pa e zgjatur shumë, ne jemi bonjak pa nën e bab, pa zot. Jemi të gënjur dhe të zgënjur. Jemi të dhunuar dhe të përdhunuar nga të gjitha qeverit. Prandaj është momenti të ndihemi të mirit, është një shprehje, të mirit kërkoja se ta jep, të ligut rëmbeja se s'të vret. Kjo padrejtësie ka një emër. Janë përfaqësuesit tanë që ne kemi besuar, kryetari i bashkisë dhe deputeti i zonës. Zero investim për këtë krahin. Investimi vetëm është që 35 vjet një memorial në Saplik, një djalë që foli këtu me mbështetjen e Sadjenve të tjerë, që u kushtohet gjithë patriotë, atë kemi këto 35 vjet.